Para se të mbyllësh sytë sonte, para se ta lësh këtë ditë pas, ka diçka që Zoti ka vendosur të të thotë. Diçka urgjente, diçka që nuk mund të presë deri nesër, diçka specifike pikërisht për ty, që ke pritur për mrekullinë tënde. Jo një ditë, jo 2 ditë, por gjatë, shumë gjatë, me besim që ka kushtuar shumë dhe me shpresë që është lodhur her pas here. Sonte, Zoti ka një paralajmërim final për ty. Jo paralajmërim frike, por paralajmërim dashurie, nga ai që sheh çdo ditë të pritjes tënde, dhe ka diçka të rëndësishme dhe urgjente të thotë, pikarisht para se të flesh. Mos mbyll syt pa e dëgjuar, sepse ky mesazh mund të ndryshojë gjithçka. Ka një grup specifik njerëzish për të cilët është ky mesazh sonte, dhe nëse je duke e parë këtë video tani, ndoshta ti je një prej tyre, ata që presin mrekullinë. Jo pritja e përgjithshme e gjërave të mira, por pritja specifike, e dhimbshme dhe e gjatë, e diçkaje që Zoti ka premtuar dhe që ende nuk ka ardhur. Ke pritur për shërim dhe trupi yt ende po lufton. Ke pritur për restaurim dhe marrëdhënia ende duket e thyer. Ke pritur për providencë dhe nevoja ende është atje. Ke pritur për fëmijën dhe krahët ende janë bosh. Ke pritur për kthimin e dikujt të dashur dhe dera ende nuk është hapur. Ke pritur me lutje, ke pritur me lot. Ke pritur me besim kur besimi ka kushtuar gjithçka. Dhe sonte, si kaq shumë nete të tjera, po shkon në shtrat me të njëjtën pyetje të pathënë. Pse ende jo, Zot? Sonte, para se të flesh, dua të them diçka që zemra jote ka nevojë ta dëgjoj me çdo fije të qenies sate. Zoti e sheh pritjen tënde. Jo nga larg, jo si vëzhgues i ftohtë, por me njohurinë e plotë dhe të dhimbshme të Atit që di saktësisht sa ka kushtuar çdo ditë e kësaj pritjeje. Ai e sheh çdo lot, çdo lutje, çdo natë të vështirë, çdo moment kur ke zgjedhur të besosh edhe kur nuk doje. Dhe sonte, ai ka diçka urgjente dhe të rëndësishme të thotë rreth mrekullinë tënde. Tani duhet të trajtojmë pyetjen që çdo zemër që pret mrekullinë e bën. Pse kaq gjatë? Pse Zoti që mund të lëviz menjëherë, që ka forcën absolute për të ndryshuar gjithçka në 1 sekond, lejon që pritja të zgjas muaj pas muaj, vit pas viti? Kjo pyetje meriton një përgjigje të ndershme dhe të thellë, jo fjalë ngushëlluese boshe. Arsyeja e parë, mrekullia jote ka dimensione që nuk i sheh ende. Ajo që ke kërkuar dhe ajo që Zoti po përgatit janë të njëjta në themel, por krejtësisht të ndryshme në madhësi dhe thellësi. Ai nuk po përgatit vetëm përgjigjen e lutjes sate, po përgatit gjithçka që do të vijë me të. Njerëzit e duhur, rrethanat e duhura, kohën e duhur, mbrojtjen e duhur, dhe çdo ditë pritjeje është ditë tjetër që këto dimensione të padukshme po vendosen në vend me precizion hyjnor. Arsyeja e dytë, pritja po bën diçka brenda teje që mrekullia e menjëhershme nuk mund ta bënte. Po thellohet besimi yt në mënyrën që vetëm pritja e gjatë mund ta thellojë. Po forcon durim që do të shërbejë për gjithë jetën. Po ndërton thellësi karakteri që do të jetë themeli i gjithçkaje që vjen pas mrekullinë. Arsyeja e tretë, dhe kjo është ajo që zemra jote ka nevojë ta dëgjojë sonte. Mrekullia jote nuk është vonuar, është e programuar me precizion absolut hyjnor për momentin kur çdo element i saj do të jetë saktësisht në vendin e duhur. Dhe nga perspektiva e Zotit, ky moment nuk është larg. Tani kemi arritur në zemrën e mesazhit të kësaj nate. Paralajmërimi final që Zoti ka për ty sonte. Dhe ky paralajmërim është i thjesht, i drejtë për drejtë dhe urgjent. Mos hiq dorë para agimit. Ka një vërtet shpirtërore që historia e besimit e konfirmon her pas here. Betejë më e ashpër ndodh gjithmonë pak para fitores. Errësira më e thellë ndodh gjithmonë pak para agimit. Presioni më i madh ndodh gjithmonë pak para shpimit të sipërfaqes. Dhe heqja dorë ndodh gjithmonë tragjikomikisht, pikërisht pak para se mrekullia të mbërrinte. Mendoja Abrahamin dhe Sarën, 24 vjet e 11 muaj të pritjes, dhe nëse do të kishin hequr dorë në muajin e fundit, do të kishin humbur mrekullinë e tyre. Mendoje Hanën, e cila u lut me lot kaq të dhimbshëm sa prifti mendoi se ishte e dehur, dhe pikërisht ajo lutje e fundit e dëshpërimit ishte ajo që Zoti e dëgjoi dhe e përgjigji. Sonte, Zoti po të dërgon këtë paralajmërim urgjent, sepse di diçka që di nuk e di. Di se sa afër je, di se çfarë është gati të ndodh, di se mrekullia jote nuk është muaj larg, është shumë më afër se sa ndihet sonte. Dhe zemra e tij, me dashuri të pafundme, nuk mund të hesht pa të thënë: mos hiq dorë, jo sonte,
jo nesër, jo kur, sepse agi i mrekullinsate është duke ardhur dhe do të vi. Tani që ke dëgjuar paralajmërimin final, pyetja praktike dhe e rëndësishme është kjo. Çfarë bëj konkretisht sonte para se të flesh? Si e kaloj këtë natë në mënyrën e duhur, në mënyrën që më pozicionon për mrekullinë që po vjen? Hapi i parë, lëshoje barën e pritjes para se të flesh. Jo duke u dorëzuar, por duke ja besuar Zotit. Ka një ndryshim të madh midis heqjes dorë dhe lëshimit me besim. Heqja dorë thot, nuk besoj më. Lëshimi me besim thot, besoj aq shumë sa ja lë ty sonte. Vërej dorën mbi zemër dhe thuaj, Zot, sonte ja besoj ty mrekullinë time. Nuk e mbaj më vetë, e lë në duart e tua. Hapi i dytë, falendero Zotin për mrekullinë para se ta shohësh. Kjo duket e vështirë kur je i lodhur nga pritja, por është akti i besimit që lëviz malet. Thuaj me zë, faleminderit Zot për mrekullinë time që po vjen. Faleminderit sepse e sheh. Faleminderit sepse ke një plan të përsosur. Hapi i tretë, lexo një premtim të Zotit para gjumit. Jo shumë, vetëm një. Gjeje premtimin që i flet drejt për drejt pritjes sate dhe mbaje në mendje ndërkohë që flesh. Lëre fjalën e Zotit të jetë mendimi i fundit para gjumit. Jo shqetësimi, jo pyetja, jo frika, por premtimi i tij i palëkundur. Dhe hapi i katërt, prisni me besim të ri nesër mëngjes. Jo me ankthin e pritjes, por me qetësinë e atij që di se rojtari i tij nuk fle dhe se mrekullia e tij është afër. Kemi arritur në momentin më të shenjtë të kësaj nate. Lutja finale e atyre që presin mrekullinë. Dhe dua të tu udhëheq nëpërmjet kësaj lutjeje me gjithë zemrën, sepse besoj se Zoti është i pranishëm në çdo fjalë të saj, dhe se çdo fjalë ka fuqi të lëviz gjëra në botën e padukshme ndërkohë që ti fle sonte. Thuaje ngadalë, thuaje me ndershmëri, thuaje me gjithçka që ke mbetur brenda. O Zot, sonte vi para teje me pritjen time të gjatë. Di se e ke parë çdo ditë të kësaj pritjeje. Di se ke numëruar çdo lot. Di se ke dëgjuar çdo lutje. Edhe ato kur fjalët nuk vinin dhe ishin vetëm lot dhe heshtje. Sonte zgjedh të laj gjithçka në duart e tua. Mrekullinë time, me gjithë historinë e saj të gjatë dhe të dhimbshme. Ja besoj ty plotësisht sonte. Jo sepse jam i lodhur nga pritja, por sepse besoj se duart e tua janë vendi i vetëm i sigurt ku mund ta lë. Faleminderit sepse nuk ke harruar. Faleminderit sepse ke një plan të përsosur. Faleminderit sepse mrekullia ime nuk është vonuar, është duke u përgatitur. Dhe faleminderit, paraprakisht, për momentin kur do ta shoh me sytë e mi. Ndërkohë që fle sonte, lutet të punosh ti. Lëvize çfarë duhet të lëviz. Hap çfarë duhet të hapet. Poziciono çfarë duhet të pozicionohet. Dhe kur të zgjohem nesër, dhurami forcën e re dhe besimin e ri për të vazhduar edhe një ditë tjetër drejt mrekullisë sime. Besoj se je afër. Besoj se koha jote është perfekte. Dhe besoj se paralajmërimi yt sonte, mos hiq dorë, është dëshmi se mrekullia ime është më afër se sa ndihet. Faleminderit Zot. Amen. Dhe nëse ke arritur deri këtu, kjo nuk është rastësi. Nuk është thjesht një video që e gjete duke kaluar kohën. Është një takim i caktuar. Është një moment i programuar për shpirtin tënd. Sepse ka diçka që duhet ta kuptosh sonte, në thellësi të zemrës tënde. Nuk je duke pritur kot. Pritja jote ka qenë duke ndërtuar diçka. Ka qenë duke formuar një forcë që nuk do ta kishe ndryshe. Ka qenë duke përgatitur një moment që do të jetë më i madh se sa mund ta imagjinosh tani. Dhe nëse ke ndjerë ndonjëherë se ishte shumë gjatë, shumë e vështirë, shumë e heshtur, dije këtë. Edhe në heshtje, Zoti ka qenë duke punuar. Ka arsye pse e ndjeve këtë mesazh ndryshe nga të tjerët. Ka arsye pse zemra jote reagoi, sepse diçka brenda teje e njeh të vërtetën, që je afër, shumë më afër se sa mendon. Mos e ndërprit tani. Mos u tërhiq në momentin kur gjithçka është duke u rreshtuar. Ka njerëz që heqin dorë pikërisht para mrekullisë, sepse nuk e kuptojnë sa afër janë. Por ti nuk do të jesh një prej tyre. Mbaje këtë natë si një pikë kthese, një natë ku nuk u dorëzove, një natë ku vendose të besosh përsëri, një natë ku e dorëzove barën dhe zgjodhe paqen. Dhe kur të zgjohesh nesër, mos kërko me një herë përgjigjen, ndije pranin,
sepse ndonjëherë mrekullia nuk fillon me atë që sheh, por me atë që ndjen brenda teje. Besimi yt është gjallë, shpresa jote është rikthyer, dhe mrekullia jote është në lëvizje. Mos haro kur këtë. Në momentin që ndihesh më afër dorëzimit, është pikërisht aty ku gjithçka mund të ndryshojë. Qëndao, beso dhe shiko çfarë do të bëjë Zoti.